janë për kosovarët që sot janë zgjut lumtur për festën e pavarësisë. Është një ditë e bukur, një ditë e lumtur dhe për juve? Po sigurisht. Besoj dhe ndjej në shpirt që ditë më të madhe ne populli i Kosovës nuk kemi. A e përçojmë si të tillë këtë fest? A e shënojmë si të tillë? Po ne sepse më duket që shpesh ndoshta edhe harrojmë, e kemi marrë për të mirëqenë këtë pavarësi që gjeneratat shumëta kanë vuajtur, janë sakrifikuar atë shumë që ta gëzojmë sot këtë liri dhe pavarësi. Pyetje e bukur e vështirë, sepse ndërtimi i memorjes kolektive dhe institucionale kërkon punë e përkushtim, kërkon takime të mëdha me njerëz që kanë shënuar dhe kanë ndërtuar historinë. Po mendoj që ndoshta duhet edhe pak më shumë e bë. Me ju tregu brezave se kjo ditë nuk ka ardhur rastësisht, se kjo ditë ka shënuar gjakun e brezave të shumë brezave, jo të një brezi, të popullit tonë për liri, për shtet, për pavarësi, për demokraci, të cilat ne sot i gëzojmë, por brezat e ri duhet me ditë që kjo ditë nuk ka ardhur rastësisht. Çfarë emocione të zgjon kjo ditë që po shohim mbrapa? Po doni me mshti me kajt. Unë kajta, kështu që jam edhe ashtu gati tu kajt, se është një ditë që gjithsesi shoqërohet edhe me lot gëzimi, por edhe me lot të kujtimit. Po sigurisht se unë atë mëngjes, kur kam ardhur nga Mitrovica për me u drejtu në Kuvend të Kosovës, në kokën time atë shumë kam pas pyetje që ja kam bë veti, atë shumë kam pas kujtime, nuk kam ditë se cilin brez duhet me kujtu për para. Brezin e viteve 1912 e tutje para pas, brezin e luftës parë botërore, brezin e njerëzve të luftës së dytë botërore, brezin e të gjithë njerëzve që janë shkollu në rrethana shumë ndryshme, qoftë me bursat e Hasan Prishtinës, qoftë me iniciativa familjare, me kujtu brezin e viteve 60-ta, që për flamur, për fatin tonë të keq, Kosova mbet si mbet në histori, që kanë dhënë jetën për flamurin, për të drejtën, për barazin, për me u kriju mundësia shkollimit. Brezin e viteve të 70-ta që ndërtuan Universitetin e Prishtinës, qelen edhe hapën perspektiva për arsimim, edhe për, le të themi, kulturalizmin dhe civilizimin e popullit, se ka qenë shtylla kryesore për emancipimin e popullit. Po nuk kam jaftu, a ditë më ka rarë menë edhe brezi viteve të 81-ta, unë kam qenë zonëse, pastaj si mëdhonëse viteve të 90-ta. Me thona shumë kujtime e mendime kam pas, e pyetje kam pas, që kam falenderu Zotin edhe ushtrin çlirimtarët Kosovës që me kontributin e tyre edhe me sakrificën jetësore e përjetoni ma ditë. Po si është ndjenja me qenë pjesë që asaj historie, sepse pak njerëz kanë pas mundësin t'jenë, 109 nënshkruese përmendin Goxha me heret. Si është që kjo ndjenja e veçantë që ti jesh nënshkruese e deklaratës së pavarësisë Kosovës, dhe je pjesë gjithë jetën, sot është Kosova pjesë e asaj historie? Po ju jeni njëra prej arsyeve që këto data shënohen me këto pyetje që i bëni, sepse jo shpesh në bëjnë këto pyetje. A ditë kur më shtirë emri me dalë me nënshkru deklaratën e pavarësisë, disa momente më herët në telefonat më ka bërë Janë gjithmonë këto emocionet shprehura sa herë të vjen 17 shkurtit të kujtoni këtë atë rrëfim? E unë po. Po janë edhe e besoj që janë të natyrshme, sepse ata që kanë përjetu brezin e viteve të 90-ta, e posaçërisht kanë përjetu luftën e Kosovës, e dim peshën e madhe që ka pas
edhe ushtria shlirimtare, edhe vija e patriotëve brez pas brezi, edhe sakrificat e intelektualve të viteve 90-99 nën udhëheqjen e Ibrahim Rrugovës, ushtri shlirimtare në udhëheqjen e liderëve që sot janë në Hagë. Do me thonë, atë ditë kur më shtirë emri me nënshkru deklaratën e pavarësisë, më ka ftu fëqinja ime e parë, na i themi Aba Zarife, e cila në vitin 89 djali i posaardhur nga ushtria Jugoslave për dy javë i vdiq në demonstratat e lagjës Toni Lirida dhe ishte shumë e lumtur që përjetonte, po ishte edhe shumë e mërzitur njëkohësisht. Për mes saj e kuptova që çfarë historie po na ndodha ditë. Gjithashtu më ka kontaktu në telefon edhe daja im Indjeri, i cili ka qenë ushtari brigadave të Elbasanit viteve në luftën e dytë botërore dhe më thash sot me vdekun e kreva timën se po e përjetoj pavarësinë e Kosovës. Kanë thirrë shumë njerëz, nana ime, familjar. Zonja Drita, po përballemi me një realitet shumë ndryshe në këto videot që po i shohim të asaj kohe. Krerët e ushtrisë shqirimtare të Kosovës sot nuk janë në mesin tonë. Hashim Thaçi në atë kohë kryeministër që shpalli pavarësinë e Kosovës, lexoi deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk ndodhet në mesin tonë, ndodhen në Hagë. Si të bën të ndihesh ky fakt? Po, me të vërtetë është moment shumë i vështirë, po unë besoj që populli është duke vlerësu situatën, pavarësisht presioneve sociale e presioneve e komenteve, komunikimeve në rrjetet sociale ose në portalet ndryshme që njerëzve ju ka dhënë mundësia me folë, populli e din të vërtetën, edhe vërteta është vetëm një. Nuk ka dy të vërteta. Po, si ndihesh ata po gjykohen, ku një gjykat që po flitet nuk është as pak e drejtë, aty më shumë po bëhet politikë sa drejtësi? Megjithatë, në fund të këtij procesi, nëse gjyqtarët janë profesional, edhe besoj që janë, e vërteta mbi luftën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës triumfon. Nuk do të del diçka tjetër përveç një të vërtetë të madhe. Është dashur të ballafaqohen me drejtësinë ndërkombëtare për këtë temë, ata qëndrojnë stoikisht mbi të vërtetën e ushtrisë shlirimtare dhe jam shumë e sigurt që ajo e vërtet do të del ditën finale të gjykimit. Ju keni qenë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës me kryeministër zotrin Thaçin në atë kohë. A ju tha diçka kryeministri momentin pas pavarësisë ose pak para pavarësisë? A ju dha ndonjë mesazh juve si deputet ose ndonjë emocion që kujtoni edhe më na rikujtu neve këto? Po, është personaliteti i kryeministrit Thaçi është vështirë me u përmbledh me një fjali. E ka qenë njeri me të vërtet shumë i qetë në të menduar, edhe vendimet i ka pas shumë të prera të fuqishme, po nuk i ka diskutu shumë në aspektin shumë populist me qene me vajtu. Jo. Ai e ka pas atë shprehjen e dim, na e di populli, dhe ne të gjithë e dinim... Kosova e di datën. Po, ne e dinim të gjithë që shumë shpejt do të ndodhë, kishim do informacione, po nuk e dinim bash orën e sakt edhe a do të ndodhë të dielen apo jo. Atë një ditë para ditës së pavarësisë jemi taku si grup, është diskutu që nesër në ora 3 do të mblidhemi, edhe vërtet ka qenë një ëndër, se si sillet historia dhe njeriu që nuk i ndahet kombit, që lënë në sallë të kuvendit ditën e shpalljes pavarësisë. Besoj do ta ndjeni përjetësisht jo vetëm ju, por edhe gjeneratas një prej krenarive më të mëdha që keni arritur të shënoni këtë deklaratë që ka një domethënie shumë ndryshe se secili nënshkrim tjetër që është vendosur në këtë vend. Dhe të faleminderit shumë zonja Drita që ndave këto emocione së bashku me ne në këtë ditë kaq të veçantë. Kërkoj falje se nuk jam shumë e dopt, po pyetjet tuaja më bënën me lot
Sot jemi dobë të gjithë dhe ata që janë më të fortë janë të dobët sot. Disi e kam dje përgjegjësinë shumë mbi shpatullë dhe jam betu që lufta ime ardhshme do të jetë puna e vazhdueshme për ndërtimin e shtetit. Shpresoj që edhe brezat që po vinë, edhe na që jemi ende në detyra duhet punojmë shumë për me ndërtu shtetin. Nuk është e thjesht, nuk është e lehtë, po ka njerëz që dinë munden. Me vedije të plota, ditë në deklarate kam shkru emrin edhe mbi emrin se e kam dje që njerëz kanë me përcjell me breza deklaratën e pavarësisë. Ju përgëzojmë shumë dhe ju urojmë edhe një herë dhe të faleminderit shumë për gjithë kontributin që keni dhënë për të ndërtuar shtetin e Kosovës. Faleminderit juve e brezave të ri, ju uroj që ta festojnë e të kënaqen se unë e kam një poezi ditën e ama bashkë kohën kur kam qenë kuvend. Edhe kam dëshirë me nda nëse më jepni një minutë. Po të lutem, e keni këto? Po. Jo, e di përmensh, se ma nuk kam mujtë kur me shtu asë një strofë. Hajde ta dëgjojmë me shumë kënaqësi. Po, sot jam pjesë e Emiljant, e të gjithë atyre që s'janë.